kjo gjithë pjesa e skenës. Kjo këtu është gropa e orkestrës. Të dyja janë me mekanizëm të veçuar, edhe parapeti vepron më vete, edhe gropa e orkestrës vepron më vete. Ajo ati është pjesa e skenës, e cila ka dy rotativa. Një rotativ të jashtme dhe një rotativ të brendshme. Të gjitha shtangetat janë të përcaktuara, do të thonë shumë mirë kush do të mbajë perdet, kush do të ketë pjesën e ndriçuesave. E gjithë struktura lart duke qenë që ka qenë strukturë druri, e gjitha do të thonë është vendosur strukturë metalike dhe struktura e drurit do shërbej thjesht vetëm për të qenë e aksesueshme. Por në aspektin e ngarkesave nuk ka asnjë lloj ngarkese. Në krah të skenës janë edhe dy ashensorë, do të thonë, janë dy ashensorë që ulen dhe ngrihen nëse dikush do të dalë nga poshtë drejtë në skenë. Pjesa e gjithë strukturës dhe gjithë makinerive të skenës është e mbyllur e gjitha. Po, shkalla do me mermer. Do të lihet kjo si rampa për persona me aftësi ndryshe dhe do të lihet dhe pjesa tjetër për shkallë. Po, do vishet e gjitha me mermer. Dhomat e aktorëve janë ata, janë gjitha të mbaruara. Aty është me veshje edhe ansorja, edhe tavani në vetvete, edhe pjesa e brendshme, do të thonë janë komplet me dron.